tash në për Ballkan, kur për bi, po më kujtohen këtë farë memorit që kur jem punën e si refugjat në për tash në Gostivar, s'ka kalova, e tash për në shëndroj këtë memorje me memorje të knasna, me memorje të ndryshme, edhe memorje të treja, po menoj. Edhe i vetmi sen që po mungon është baba që s'është me pakit sen. Po, pa dyshim që po. Gjithsesi, çfarë mesazhi ke dashur me përcjell me gjithë këtë iniciativë? Jo vetëm tek britanezët, po ndoshta edhe tek vetni kosovarët, shqiptarët në përgjithësi. Unë mas shumë di kisha qef një farë solidarizim me njerëz që kalojnë këto sfida tash. Mi u thonë atyre që nuk janë vetë, se është shumë kohë e shtirë, do se kanceri pankreasit është do shumë shpejt. Baba jonë ka vdek mbrena 4 jave mas diagnozës. Edhe ka shumë kësi familje që impaktohen, pa marrë parasysh për ku janë, e këtë e ko bo mas fundi që mi u tregu njerëzve që nuk janë vetë, edhe me gjeti që ka na i shërim shumë se kanceri pankreasit është një për kancerëve që nuk japën shumë fonde, se është qaq i kancer vdekër prus, që është shumë shtirë me bo që qëtërim prioritize. Këtë po du me pru ma afer, me shti njerëz me folë të ma shumë për kancerin e pankreasit. Neve gjatë gjithë kohës është duke na u përcjellur me kodin që e përmenda pak më herët, për gjithë ata që kanë mundësi të kontribuojnë, mund të skenojnë kodin që e kanë në ekranet e tyra, gjithsesi cila është thirrja jote për gjithë ata që po na shohin këto momente, pse jo ndoshta edhe mund të kontribuojnë. Po që ky moment është shumë është në rëndësi që këtu fonde shkojnë për një sen shumë të mirë, që ko me pat mas kësona, ko me pat hulumtime, unë po kom qef shumë. Kom jep shumë po menoj vetë personalisht 3 javë nuk, dita 17 me biciklet, kom rreziku shumë, po du sa ma shumë mi afru kësaj gollës dhe mi të regu botës se na si shqiptarë që qa bojmë për një sen që na e vlerësojmë shumë, se dhe mos familjen, babën. Ju thurat krejt që kanë në që se kanë i mundësi, shkon shumë mirë me bo kontribut. Qaqë. Ti ke vendosur që momentin e fundit ku ta lësh bicikletën kanë me qenë varrezat e Prishtinës, apo jo? Po, ajo është moment personal familjar, që unë do të kry në Prishtinë qendër dikun. Po. Aty kam vind ata familja janë për Lundës, familja këtu të shefis të Dërbeut, aty do e mbaroj. E tani mbrapa është ai më akt familjar, personal, që do shkoj të varrezat për me bosh babës. Po. Më trego pak edhe për peripetit që ke pas gjatë rrugës, ndoshta fizikisht, ke qenë mirë fizikisht, ke ndje lodhje, je ushqyer siç duhet, është një akt që kërkon ndoshta edhe një përkushtim fizik të lartë, prandaj edhe po pyes në këtë aspekt. Po, une kështu nuk jam njeri sportiv, kështu e kom marrë këto, mrena një viti e kom njësë me ushtru me biciklet, dhe gjatë kësona i kom bo mesatare prej 100 dhe 120 km në dite, kështu që i kom publikun ka prej 3.000 dhe 5.000 kalori. Aty të ka vitë shumë ushqimi fort, po fati, mani e kom kështu shumë i mirë me gjellra, më ka një mu shumë gjatë udhës. Si prej mëngjesit, prej drekës dhe dargës, i ka bo krejt për mu dhe e nisha vetën shumë fort, kisha shumë ma shumë energji, se hëngsha me ko, proteina, këtë ato që atë vymë për me majtë mu. Nuk kam pat, po mene në atë njërë nuk kam hjek, po kam hjek më fizikisht, e muskujt qodhen, kam pat dhimë gjithkon, kam pat pak të rdume aty këtu, po kur e menësha se për çka është, edhe sa ka hjek baba, kjo nuk më duke kur gjë minimale. E ke prit një mbështetje t'il, Hasan, edhe çfarë do me thënë kjo mbështetje për ty pikrisht për këtë kauzë? Po, unë jam mahnit shumë se dashnia familjes më ka prek. Më falë, se jam të ditën në uftim edhe po më kapën emocionet, po më pëlqen shumë të jemi po këtë bashkë. Edhe ndoshta kështu do të
Një farforme do dojtë të edhe babaj juaj të shita, apo jo? Ashtu besoj që edhe në qësaj shepo, edhe që kemi botë në burrë. Pa dyshim që po, ajo është krenar me ju, jam shumë e sigurt. Gjithsesi, edhe sa ko ka mbet për me mbri në Prishtinë? Çfarë ore do të mbrish Prishtinë? A ka ndonjë organizim që është bë? Për momentin e kam plan që me mri nesër ka ora 4-5 në dite, varet a ka radar udhët, ajo. Kështu që kam plan sante me mri ka të tova dikun, edhe nesër më që herët me kalu edhe kitë malin e të sharët që kemi këtu, dhe tani me arë rafsh Kosovës, edhe këtmet ka ora 4-5 e kam plan me mri në Prishtinë. Po. Unë të roj rrugë të mbarë edhe falimderit për gjitha këto që ndajte me ne edhe njëherë të përgëzoj për iniciativen edhe po shpresoj që aj numri apo ajo shuma më mirëthimi që është target për të arrihet sa më shpejt që është e mundur edhe po i bëj thirrje gjithë atyre që po na shohin përmes kodit që ka në ekranet